Edi qëndron në dhomën e ndenjes me disa banor të tjerë, dhe sapo Benita kalon pranë, ai buzëqesh me ironi dhe nis të bëj shaka. Ai e thot me një ton paksa provokues, si për t'ia futur thikën në ujë, Benita, hajde se po shoh që po bëhesh xheloze koll. Eliona më ka qef, po që të bëj unë që ti s'po më bin dot mua. Benita ngrim për një sekond, ndërsa Edi vazhdon të tallet me atë stilin e tij të njohur që ndes gjithë shtëpinë. Ai e bën edhe më të qartë, po thuaj të gjithë banorët dëgjojnë, po ti Benita mos u mërzit. Unë nuk ta vë veshin. Mund të sillesh si të duash, po s'ka shans të më kapësh dot. Disa banor qeshin. Të tjerë ndërkohë shikojnë reagimin e Benitës, sepse ajo duket se po mban frymën me zor. Atmosfera bëhet e tensionuar, sikur secili pret shpërthimin e radhës. Edi vazhdon me të njëjtin ton tallës, duke bërë gjithë situatën edhe më pikante. Uji është trazuar sot. Po përzihen gjërat shumë. Dikush është xheloze, dikush po nxehet kot. Po hajde të shohim ç'do ndodh më vonë. Në shtëpi ndihet sikur energjia ka ndryshuar, disa banor përpiqen të shtiren sikur s'po e ndjekin dramën, por të gjithë i kanë syt nga Benita dhe Edi. Ujërat po turbullohen, thashëthemet po shtohen dhe duket qartë se situata po i shpëton kontrollit nga momenti në moment.